Rishit në të gjithë Shqipërinë gati dhe ne e ndishtim live çdo ditë në News 24. Jeni televizioni, e them pa ndrojtje, i vetëm që na ka transmetuar në mënyrë reale gjatë gjithë fushatës. Faleminderit. Detyrën kemi bërë. Faleminderit. Pyetja Të ime. tjerë e kishin detyrën, nuk e bën. Faleminderit. Pyetja është kjo. Çfarë mendoni se ju ka penalizuar për të mos patur një rezultat të paktën atë që ju prisnit? Shiko, rezultati në vetë vete, për një forcë të re që ka vetëm 8 muaj si parti politike dhe që hynë në garë me 52 forcat të tjera, ishin 53 parti politike në garë, të ndana në 11 koalicione ose subjekte. Ne kemi dalë të tretët. Kështu që është rezultati kënaqshëm, prandaj e nisa me këtë pyetje. Po, do me thënë, shiko, unë po e them në aspektin e ecurisë politike dhe historiku të vendit, ky është një rezultat i jashtëzakonshëm. Marë në konsiderat buxhetin që kemi pas në dispozicion, kohën e shkurtër e me radhë. Marë në konsiderat aspiratën ton, ëndrrën ton dhe pasionin me të cilin kemi punuar, pa ndalim, po dhe nevojën që ka vendi tani për të kapur ritmet e ndryshimit, unë nuk e konsideroj një fitore, sepse fitore do të qe transformimi politik i vendit. E kuptoj. Ashtu. Tani, ne kemi bërë një fushat kombëtare në të gjithë territorin. Nuk kemi fokusuar në zonat më të mëdha të vendit për të maksimizuar me idenë që këtu del deputet edhe haj punojmë këtu, shumë në Tiranë, ose në Durrës, ose në Vlorë. Ishte strategji kjo, juaja. Që strategji e qartë. Është një vendim i marrë me vullnet plot nga ana jonë. Ne kemi bërë fushat dhe në Dibër, dhe në Kukës, dhe në Gjirokastër, pra dhe në ato qarqe ku dukshëm vështirësia për të nxjerrë mandat për shkak të sistemit ishte e qartë. E kemi bërë këtë vetëm për një arsye, sepse ne kemi hyrë në këtë garë për të krijuar antitezën e sistemit. Pra për të krijuar një model ndryshe, për ta bërë të dukshme problemin që ka sistemi. Dhe kemi hyrë në këtë garë për të treguar se vota e shqiptarëve nuk është njësoj e vlefshme në të gjitha qarqet e vendit. Pra kushtetuta thotë, vota është e barabartë e të gjithë shtetasve. Ndërkohë kemi një kod zgjedhor që me 64.500 vota Partisë Socialiste në Vlorë ka dhënë 9 mandate deputeti, ndërkohë me 64.268 vota koalicionit Nisma Shqipëria bëhet në gjithë vendin, i ka dhënë vetëm një mandat. Dhe strategjia jonë ka qenë e qartë, fushat kombëtare për të maksimizuar çdo vot, me qëllim që kontrasti me sistemin të qejë dukshëm për qytetarët. Dhe në fakt është i dukshëm. Për socialistët në Vlorë ndikoi dhe vota e diasporës, për shembull, për mandatin e 9. Tek ju ndikoi vota e diasporës? Qenë 9, qenë 8, nuk është se ajo diferenca është e qartë. Patjetër, e kisha tek vota e diasporës, sa mendoni se ju ka ndihmuar ju në rezultatin që përftuar? Pra, Partia Socialiste në Vlorë ka nxjerrë një mandat me mesatarisht 7.000 vota, ndërkohë ne kemi nxjerrë një mandat me 64.268 vota. Kjo është problemi që ka sistemi në vetë vetë. Okej, kjo është kodi që u miratua nga partitë e mëdha. Dhe ne këtë kemi dashur të luftojmë dhe kjo ka qenë një pikat e luftës tonë deri tani dhe kjo do jetë betejë kryesore jo në parlament dhe nuk do t'i ndahemi derisa ta korrigjojmë. Dhe besoj që i kemi dhënë shqiptarëve një kontribut të madh për ta bërë shumë të dukshëm këtë dojë. Nëse ne nuk ndryshojmë sistemin elektoral, dhe ky është gabimi fatal që ka bërë korrikun e vitit kaluar Partia Demokratike në Komisionin Parlamentar, se kam qenë pjesë aty për shkak të ligjit për votën e diasporës, që i miratoi Partisë Socialiste të njëjtin kod, ndërkohë që PS-si duhej patjetër konfirmimi i PD-s, pasi kishte 2 vendime të gjykatës kushtetuese që duhet adresonte dhe nuk mund të shkonte dot në zgjedhje pa i adresuar ato vendime, sepse zgjedhjet do dilnin antikushtetuese në vetvete. E bën atë gabim dhe i kanë vënë në tavolinë edhe me këtë rezultat që është sot. Partia Socialiste duhet të merrte 73 mandate, me aq vota sa ka marrë. Ka marrë 83, i ka marrë 10 mandate nga formula. Dhe ky është gabimi fatal i Partisë Demokratike, për të cilën ata duhet të dalin dhe të kërkojnë falje, dhe duhet të korrigjohen dhe duhet të japin shenja që të krijohet një kohezion i madh opozitar tashmë për të imponuar ndryshimin e sistemit. Betejë e gjithë grupimeve opozitare duhet jetë ndryshimi i formulës elektorale. Po i bëni një thirrje për të bashkuar? Po i bëj thirrje, po patjetër, kjo është një kaos që i takon çdo opozitari. Çdo opozitari i këtij vendi duhet të bashkohet për ndryshimin e sistemit zgjedhor, sepse është e vetmja mënyrë për të konkuruar një pushtet i cili vetëm përmes formulës merr 10 mandate plus. S'ka, si do e, ata kanë me vete bizneset e mëdha. I kanë, se i kërcënojnë, janë bashkëpronar në një pjesë të madhe. Bizneset e mëdha. Kanë me vete krimin e organizuar.
Tani njerëz që nuk njihen fare dhe marrin nga 20-30.000 vota, po dalin çik tani se kemi nga 20 vjet në jetën publike dhe është çike vështirë vota, nuk shaq e thjesht. Kanë gjithë administratën e shtetit, shikojeni raportin e ndërkombëtarëve, që thonë që nuk daohet më ndarja mes partisë dhe shtetit, sa i takon angazhimit në fushat. Kanë vendimet që marrin dhe buxhetin e shtetit. Më thoni do t'ju mua një demokraci normale që mblidhet qeveria dhe 2 ditë para zgjedhjeve fal gjobat e 10 viteve të fundit 150 milionë euro. Jo, ishte marrë më herët, thanë ata. Qëlloj që vendimi hyrin fuqi ato ditë. Tani, për hile këtu janë të parët. Ju jeni dëshmimtar që këtu në fushat nuk ndaloj asfalti as një minutë, ndërkohë që ligji e ndalon, sepse thoshin këtë. Po tenderat janë bërë në 2024, nuk janë bërë tani brenda periudhës së ndalimit. Në fakt, do korrigjuar ligji, do bërë që të bëhet kur të doj tenderi, nuk duhet aplikuar në terren. Pra, ata, për gjithë këto avantazhet pa drejta që i kanë krijuar me ligj vetes, duhet të përballen me një kërkesë të vetme. Tani, populli shqiptar duhet patjetër të kërkojë një zëri ndryshimin e sistemit zgjedhor. Kjo do t'jetë kauza juaj, apo jo? Kjo ka qenë një nga pikat tona, apo kjo do jetë kauza më e madhe sa i takon aspektit politik, absolutisht. Po kush do ta bëj këtë betejë në parlament, ju apo zoti Shabani? Po ne, ky është një moment që unë do shprehem kur të vi radha e mandatit, sepse KQZ-ja duhet kryej procedurat e listës së mbyllur dhe do të shprehem në raport me kryesinë edhe me të gjithë. Nuk e keni vendosur? Kush nga ju të dy do shkojnë në parlament? Unë jam njeri procedural.